Jemi në Majac ku ndodhi vrasja e dy fisht dhe tashmë e dyshuara 31 vjeçare, cili privoi nga jeta 45 vjeçaren, është raportuar se edhe ajo ka ndëruar jetë, ndërkaq nëse mund t'ju tregoj pak a shumë gjëra se si ka ndodhur. Mbrëm rreth orës 19, Policia e Kosovës ka marrë informacion se një person mashkull ka ndëruar jetë në një veturë e cila ndodhet këtu shumë afër nesh dhe viktima dyshohet që ishte një 45 vjeçar nga Obiliqi, ndërkaq e dyshuara për vrasjen e tij është një 31 vjeçare, e cila pasi kishte kryer krimin, ajo ishte larguar nga vendi i krimit dhe kishte vazhduar në drejtim të shtëpisë së Axhës, së saj e cila ndodhet shumë pranë vendit ku kishte ndodhur vrasja. Ajo kishte hyrë në shtëpinë e Axhës dhe kishte marrë peng gruan e Axhës dhe rejen e saj me fëmijët dhe kishte kërcënuar se në rast tenton dikush t'i afrohej asaj, ajo do të tentonte t'i vriste edhe të tjerët, gjë cilën e kishte bërë dhe kishte plagosur fillimisht gruan e Axhës 73 vjeçaren dhe më pas kishte shtënë edhe në drejtim të vetës, ndërkaq ajo që është raportuar, gjendja e të dyjave ka qenë rënd dhe kanë marrë trajtim në mjekimin intensiv e në orët e para të mëngjesit. Tashmë ka ndruar jetë 73 vjeçarja, ndërkaq minuta më parë ndroi jetë edhe 31 vjeçarja. Këto janë gjitha treja që kemi si informacione nga Majanci dhe ne gjatë ditës do të qëndrojmë edhe në Obiliq ku është edhe viktima e pare e kësaj vrasje të rëndë.